ti e bën një kritik të fortë, si në atë fjalim të ndërprerë për gjysëm, dhe prapë ruan etikën, ruan edhe etiketën e drejtimit ndaj kundërshtarit politik. Domethënë, i drejtoheshe Zoti Peleshi mos gaboj. Ne i dim që Niko Peleshi gjuhu gardhi, gjitha kuptimet e fjalës. Pra është njeri pa personalitet politik, është njeri që është gati të bëjë gjithçka, vetëm e vetëm që t'i pëlqej padronit ti Edi Ramës. Ama këtë ne e themi këtu në podcast, me plot gojë. Ama kur jenë kuvend, ti ke nevojë për një minimum respekti edhe ndaj një huri gardhi, sa kohë i hu gardhi është i zgjedhur kryetari i kuvendit të Shqipërisë. Dhe ky është dallimi midis nesh edhe këtyre hujve të Partisë Demokratike. Sepse këta se kanë problem, do të thënë këta një lloj si sillen në pietore, një lloj sillen edhe në parlament, do të njëjtën fjalor kanë, ndërkohë që unë e vlerësoj faktin që ti e jep kritikën e fortë, por pa i lënë shteg kundërshtarit politik për të thënë ç'është kjo gjuhë që flet, domethënë pse na ofendon personalisht. Më një gjë është kjo që themi në podcast, një gjë është ajo që ne themi në protestë, një gjë tjetër është mënyra se si ti komunikon në parlament. Në parlament ti ke detyrim ndaj qytetarëve që kanë votuar, ke detyrim ruajtjen e etikës.